Përshëndetje doktor. Unë edhe burri jam dumi shumë. Nuk kemi asnjë problem me zvete, amo vjera jam nuk më dën hiç. Unë e du si ku nonën tem, amo ajo më urrejn tepër. Dën me na prish me burr, qysh me ja bo bre, lut na një ma. Qëra, po e tham shumë seriozisht. Nëse një qef duhen edhe mes tyne hyn familja e burrit, atëherë problemi nuk ka më vjera. Problemi është burri edhe kufit që ai s'po den mi vendos. Sepse një marrëdhënie nuk prishet domosdoshmërisht kur s'ka dashni. Një marrëdhënie prishet kur burri nuk den me vendos kufi me nanën e vet. Një sen duhet me pas të qartë. Nana është nan, gruaja është gru, secili individ e ka pozicionin e vet, edhe djali duhet me konë në gjendje me i thonë nanës: "Nan, unë të du, të respektoj shumë, por gruaja jam është gruaja jam. Me ta kom vendos me bo jetën, kom e kriju familje, prandaj t'lutna mos um detyra me zgjedh mes respektit ndaj teje edhe mbrojtjes së saj. Sepse nëse burri hesht, nanës i bëhet qefi. Kur nanës i bëhet qefi, gruaja lëndohet edhe ftohet. E kur gruaja lëndohet edhe ftohet, marrëdhënia shkatërrohet. Prandaj gjithsesi që duhet me tentu me i rujt marrëdhënie, sepse një njeri i mëshëm as nuk e poshtron nanën për hir të gruas, po as nuk e lën gruan pa mbrojtje për hir të nanës. Çka mendoni ju? A duhet me hesht burri për hir të respektit ndaj nanës, apo duhet me fol? A nashta gruaja duhet me hesht përmes me shkatru familje?